Rreshjet e shiut në qarkun e Korçës kanë vijuar edhe gjatë 24 orëve të fundit. Gjatë orëve të natës si dhe në mëngjes janë evidentuar problematika në teren si shkak i rreshjeve të vazhdueshme të shiut në disa zona. Burimet zyrtare bëjnë me dije se një nga incidentet më të ndjeshme është shënuar në ambientet e prokurorisë së Korçës, ku raportua prezencë uji në bodrum dhe në arkiv. Ekipet ndërhyn menjëherë për thithjen e ujit, duke parandaluar dëme në dokumentacion. Sa i takon Bashkisë Maliq në bllokun 3, u shënua një masë elektrike që solli ndërprerjet e energjisë në një pjesë të qytetit. Operatori shpërndarjes së energjisë elektrike stakoi hidrin për shkak të ujrave të shumta dhe po punon për rikthimin e furnizimit me energji. Në Sovjan, pas rrezikut të përmbytjeve, shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi evakuoi banor, bagëti dhe kosheret e bletëve, ndërsa në Leshnjë është raportuar për bagëti të mbytura. Një situatë më problematike është ajo e lumit Dunavec, i cili është qarë në 2 pika, duke përmbytur tokat bujqësore. Me bagëti, me bereqet kishim krur, elp, 15 kokë blet kisha, 8 kuntal elp, 15 kuntal krur, qartë them, 10 metro druq, 600.000 lek, ik. Me ure, me tagji, me elp, me krur, me të tëra janë në lagur në uret. Në 2 dhiumbit, një 2 dhije, një 2 shqera. Ka shpëthyer gjithë ujë dhe ja është përmbytur stalla dhe ka ngordhur të gjithë, pothuajse të gjithë zogjt, mbi 700 krerë. Kanë qenë pula dhe këndeza të rritur. Na është bërë një dëm shumë i madh, mbi 10 milion lekë të vjetra, plus tagjia është lagur e gjitha, ka dalë jashtë përdorimit. Situata paraqitet më e rënduar në Bashkinë Devol. Në Progër rreshjet e natës kanë përkeqësuar ndjeshëm gjendjen, ndërsa probleme janë raportuar edhe në Mançurisht. Në Dobranj përoj ka dalë nga shtrati duke përmbytur tokat bujqësore dhe kërkohet ndërhyrje urgjente. Rruga Mirasarës është bllokuar pjesërisht nga shkarjet e gurve dhe dheut. Në Polosk një banesë është përmbytur dhe gjatë natës është vendosur pompë për largimin e ujit, ndërsa në qytet është evidentuar shkarje dheu. Në Bashkinë Pustec, përoj pranë rrugës kombëtare Dogan Gorice Vogël, paraqet rrezik daljeje në rrugë. Monitorimi vijon pa ndërprerje. Ndërkohë aksin Zvezd Gorice kanë pushtuar inertet e sjella nga rreshjet dhe kontraktori ka nisur pastrimin. Prefektura e qarkut Korçë ka bërë të ditur se situata po monitorohet në kohë reale, ndërsa ekipet e emergjencave dhe strukturat vendore vijojnë punën në teren për të shmangur përkeqësime të mëtejshme.